Autoriteti tiranjane kanë ekspozuar në sheshin e Teheranit një poster gjigant me mesazh kërcënues ndaj Shteteve të Bashkuara. Në një moment delikat të marrëdhënieve mes dy vendeve, imazhi paraqes simbolikisht një auroplan-bajtëse amerikane të dëmtuar, ndërsa mesazhi "nëse mbjell erën do të korrësh stuhin" interpretohet si një paralajmërim i drejtë për pasojat e çdo ndërhyrjeje ushtarake. Ekspozimi i pankartës përkon në lëvizje me auroplan-bajtësen amerikane USS Abraham Lincoln e shoqëruar me anije të tjera luftarake drejt rajonit të lindjes së mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se dislokimi i flotës po kryhet si masë parandaluese, duke shtuar se përdorimi i saj mund të mos jetë i nevojshëm. Sheshi njihet si një hapësirë ku shpesh shfaqen mesazhe të sponsorizuara nga shteti iranian të lidhura ngushtë me zhvillimet politike dhe ushtarake. Në këtë kontekst, komandanti i Gardës së Revolucionare ka deklaruar se forcat iraniane ndodhen në gjendje të lartë gatishmërie, duke sinjalizuar vendosmërinë e Teheranit për të përgjigjur ndaj çdo kërcënimi. Tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit janë përshkallëzuar ndjeshëm pas reagimit të ashpër të autoriteteve iraniane ndaj protestave të brendshme. Presidenti Trump ka paralajmëruar se SBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake nëse dhuna dhe ekzekutime ndaj protestuesve vazhdojnë, ndërsa pretendimet e tij për ndalimin e disa ekzekutimeve janë hedhur poshtë nga zyrtarët iranian. Nga ana tjetër, Trump ka theksuar se çdo ndërhyrje e ardhshme do të ishte shumë e fuqishme se veprimet e mëparshme ushtarake të SBA-ve. Sipas ushtrisë amerikane, Washingtoni ruaj një prani të konsiderueshme ajrore në rajon, ndërsa dhe aleatët evropian kanë arritur angazhimin e tyre mbrojtës, duke shtuar shqetësime për një përshkallëzim të mundshëm të krizës së lindjes së mesme.